Gratë e qytetit të Peqinit, të njohura si mbrojtëse të familjes, u mblodhën sot si asnjëherë tjetër më parë për të pritur kryetaren në kuvendit, duke ju bashkangjitur turit të saj të Shqipërisë që po ndryshon. Kryeparlamentarja në përgjigje të deklaratave të kryetarit të PS-së Rama, tha se djatha do të mbajë premtimin e dhënë për rritjen e pagave dhe pensioneve. Para pak ditësh, Edi Rama tha që ju nuk guxoni të rrisni më rrogat dhe pensionet. I tha nga Peqini. Do vazhdojmë të rrisim edhe rrogat edhe pensionet. Kryetaria e kuvendit siguroi rritjen e përkrahjes sociale për shtresat në nevojë. Kryeparlamentarja zgjodhi Peqinin për të bërë këtë deklaratë pikërisht në këtë qytet ku Rama u shpreh skeptik për këtë ambicje të qeverisë. Kur Edi Rama ka qenë në Peqin, i ka thënë qytetarëve të tyre që ndihma sociale dhe ndihma shteti që jep kjo qeveri është parazitare dhe unë duhet heqi atë. I thamë sot nga Peqini. Ne do të rrisim ndihmën për çdo qytetar që ka nevojë. Në mandatin e ardhshëm të rrisim shumë më tepër shtypjen sociale për çdo familje në nevojë. Kryetaria e kuvendit theksoi se mandatin e dy qeverisës do të rriten investimet për çdo qytet dhe komunë të vendit. Vetëm pak vite më përpara nuk ishte të Peqin. Ishte i Peqin i zymë, ishte i Peqin me rrugë të prishura, ishte i Peqin pa shpresë. Sot u gjejmë një Peqin ku janë investuar jo pak, por 1.4 miliard lekë. Vetëm në këto 4 vite në Peqin janë investu 15 herë më shumë nga që investu gjatë periudhës 8 vjeçare të pjesës tjetër. Zonja Topalli bërë një ftesë speciale grave të jenë aktive në ndryshimet e mëdha që po përjeton Shqipëria. Ashtu si gruaja është arkitektja e vetme e shoqërisë, e familjes, ajo është edhe arkitekt e shkëlqyer në politikë.